Sa njeriu i shëndosh është i sëmur. E sa njeriu i sëmur është i shëndosh. Kur ta them këtë fjalë, kjo mund të tingëlloj goxha paradoksale. Se si ka mundësi njeriu i shëndosh të jetë i smur dhe anasjelltas. Qëllimi me këtë është sa njeriu e ka trupin e sëmur, mirë po e ka zemrën e shëndosh. Në anën tjetër, sa njeriu e ka trupin e shëndosh përse zemrën e sëmur. Normalisht me mira është që të begatej Allah me që të dy shëndetet. Mirë po me keqe ardhje themi që zakonisht ose shpesh herë ata të cilët i kanë trupat e shëndosh i kanë zemrat e smura, me mëkate, me epshe, me dyshime, me tmerre. Kurse në anën tjetër, ata të cilët i kanë trupat e sëmur, shpesh herë i kanë zemrat e shëndosha, sepse smundja trupore i ka bërë që të meditojnë dhe të mendojnë që kjo botë nuk ka asgjë prej saj. Kjo botë ka përfundim, kënaqësitë e saj kanë përfundim. Çdo kënaqësi në këtë botë është ndërlidhur me dhimbje, me mangësi, me shkapërderdhje, me mangësi dhe jo me plotësi, po nuk është e plot kjo botë. Për atë arsye meditar rabi Allah, esenca është që të jetë zemra e shëndosh. Edhe zemra, ai që ka zemrën e shëndosh, ai kur nuk i thot vetës e kam zemrën e shëndosh. Sepse ai që i thot vetës e kam zemrën e shëndosh, ai e ka të sëmur. Ata janë gënjeshtar. Ata janë njerëz të verbër, se nuk i shohin zemrat e tyre sa janë kanë urrëtie, sa kanë përgojim, sa kanë zili dhe i thojnë vetës e kam zemrën e shëndosh. Ai është gënjeshtër. Njeri që ka zemrën e shëndosh kur nuk i thot vetës që e kam, sepse kjo veti është smundje. Lavdrimi vetës është smundje dhe nuk është as pak shëndet. Prandaj duhet ta kemi parasysh këtë rregull edhe kur të themi që kanë këtë fjalën populli shëndeti. Që kanë këtë fjalën populli që shëndeti është së pari. Kjo është e vërtetë, por se së pari është shëndeti i zemrës, pastaj i trupit e pastaj gjërat në vim.